Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sot në ekranin e Radio Televizionit Publik të Korçës. Studioja pak nga të gjitha është vendosur sot në fshatin turistik të Tushemishtit. Kemi menduar që një nga festat më të bukura të vitit, atje ku nderohet figura e mësuesit, ta kalojmë pikërisht me një zonjë e cila ka dhënë një kontribut jo të vogël, jo vetëm për arsimin shqiptar, por edhe për te kufive shqiptar, në këtë fshat ku zbuluan pikërisht atë, ashtu siç e ka emrin, Margaritën. Një mësuese e cila prej shumë vitesh, qysh në vitet 70, i është bashkuar armatës arsimtarëve në Shqipëri për dhënë kontributin në zonën e saj, në Pogradec dhe në zonat përreth, por pas viteve 90 edhe një kontribut të çmuar për diasporën shqiptare. Sot një intervistë ekskluzive me mua është Margarita Mitllari, që na ka mirëpritur në fshatin e saj, në këtë fshat të bukur që vizitohet nga mijëra turistë në vit, në fshatin e Tushemishtit. Margarit, mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët. Ishte kënaqësi shumë e madhe për mua që në vendlindjen time të bëjmë një aktivitet kaq të bukur edhe në një moment kur presim dy festa kaq të mëdha, festën e mësuesit, sidomos ne që jemi të djepit të kulturës e ndjejmë edhe më shumë, dhe festën e nënave që është festë shumë e madhe për gjithë popullin shqiptar. Dhe janë dy festa që qëndrojnë shumë pranë njëra tjetrës, dhe sidomos kur gjen një grua e cila i ka të dyja, pra pikërisht të dy statuse kaq të rëndësishme, edhe kontributin prej vitesh në arsimin shqiptar, por edhe rolin si nën. Margarit, çfarë të sjell ndërmend 7 mars, cila është ndjesia që të shkakton sa herë që vjen? Sa herë vjen 7 marsi, unë që fëmijë kam ndjerë një ndjesi sepse jo ma impononin, por më zgjonin dëshira dhe ndjenja që unë të bëhesha mësuese. Sepse gjyshja ime Vika është lindur këtu te shtëpia aty, më tutje. Dhe dëshira e saj ishte që sa po linda unë të bëhesha mësuese. Dhe mesazhi që i linte nënës time, nuse, vajzën dua të ma bësh mësuese. Sepse unë kam simpati për një vajzë këtu në Tushemisht, dhe vajza që gjyshja ime kishte simpati, ishte Tefta Tasellari, ishte vajza e nën prefektit. Dhe ishte vajza e parë tushemishtare mësuese në ato vite mbas çlirimit. Por ajo ishte një çapkëne, jo vetëm mësuese, por kishte edhe humorin, kishte edhe elegancën e ecje dhe të tjerëve ju impononte një lloj gjallërie që i fitonin prej asaj. Dhe kështu unë u rita, u bëra 9 vjeçe, mbarova këtu arsimin e fillor. Mësuesja ime ishte Theodora Misha, është pikërisht nusja e mësuesit të hershëm të Tushemishtit, Atë Dimitër Misha, që ishte edhe atë prift, edhe mësues. Edhe mësues. Po. Dhe në atë kohë na ndodhi diçka që na krijoi një dhimbje shumë të rënditse, u largua nga jeta babai, unë isha 9 vjeç, vëllai ishte 14 vjeç. Dhe familja ime, mund të them që ishte një familje me një bazë ekonomike të qëndrueshme. Dhe vendosën të më çonin në konvikt në Pogradec për të vazhduar arsimin 7 vjeçar. 8 vjeçar që është tani. Me gjithë vështirësitë, familja nuk u dorëzua, ishte duke sikur fati ishte destinuar, ti duhet vazhdoje arsimin edhe duhet patjetër që të bëhesh mësuese. Dhe një kujtim shumë i bukur i babait tim është sepse para se të largohej nga jeta, më mori përdore mua dhe vëllain dhe na mori në qytet për të bërë show. Dhe aty në shtëpi do shikoni kam një fotografi, vëllai me kostume dhe unë me rroba të reja. Dhe çuditërisht vëllai, mbas largimit nga jeta të vëllait, u bë si baba për mua. Kujdesej të kaloja mirë me mësimet në shkollë, të kisha sjellje të mirë, e të gjitha cilësitë që mund të kishte një vajzë. Margarita, ke të krijuar një lloj modeli në përgjithësi mësuesit, gjithmonë shkojnë në përmend në një model që kanë pasur në gjatë arsimit. Një mësuese, qoftë edhe shkollës fillore? Unë mund të them që për veten time modeli im,
E bukura ishte kjo që unë gjithmonë kam qenë e mobilizuar shpirtërisht edhe moralisht, kur qëndroja pranë librave, unë e haroja gjithë shka që kisha rreth e rotull, gjithë bota ime ishte përqëndruar atje, sepse pasioni i murit, por edhe lindi në familjen time, se gjithmonë figura e mësuesit adhuroj, dhe unë gjithmonë doja të isha personi që më adhuronin të tjerët. Dhe me këtë mobilizim shpirtëror që kam patur unë edhe emocional, them që këtë natyrë unë gjithmonë e mbaj aktive edhe kur takoj me njerëzit, por për para nxënësve unë gjithmonë isha aktive, asnjëherë nuk rija e heshtur, asnjëherë nuk jam ulur në karrige gjatë gjithë karrierës time të misionit në arsim. Dhe kjo më mbante shpirtin gjallë dhe gjithmonë kur shkoja para nxënësve, gjithmonë shikoja veten në pasqyrë, gjithmonë të kisha një të kuq të lehtë të buzësh, të kisha edhe një palë vëtë, gjithmonë ajo figura e rregullt e hishme e gruas edhe e mësueses, dhe dashuria për nxënësit ishte ajo, që ta mbaja të ndezur klimën, dhe ajo që më bën më shumë përshtypje është sepse këtë ikonë në për komentet e mia tani kam unë më shumë se 5.000 miq në Facebook, pjesa më e madhe janë nxënësit, dhe ajo bukuri që më ka bashkuar mua me atë është kjo, sepse unë brenda orës të mësimit gjithmonë bëja punë të diferencuar, nxënësve shumë të mirë ju jepja një temë më të vështirë, mesatarëve diçka më të lehtë, dhe bëja punë të diferencuar me ata që ishin më të ngadalshëm. Por në aktivitete nuk ndodhte kjo asnjëherë, sepse unë nuk i diferencoja, i trajtoja të barabartë. Luajmë një lloj, qeshim një lloj, këndojmë një lloj, përqafojmë dhe puthemi një lloj, recitojmë një lloj, me mënyrën e tyre, por një lloj. Ne zgjuam te Margarita në fakt kujtimet, punën me nxënësit, po kujtojmë që ju zgjodhët të studioni në Shkodër, pikërisht në degën gjuhë, shqipe dhe letërsi. Ka qenë një zgjedhje brenda dëshirës tënde, pasionit tënd, apo shpeshherë kemi parasysh në ato vite që edhe dilnin vetë ato të drejtat e studimit, ashtu sikur se përcaktoheshin. Ishte brenda dëshirës tënde kjo zgjedhje? Ishte brenda dëshirës time, sepse na rekomandonin që të kërkonim 3 degë për studime, dhe ajo që më ka karakterizuar mua edhe në vitet e gjimnazit ishte sepse i lexoja shumë romanet, dhe doja që ato tablo të përshkruese ti interpretoja sa më mirë, që të kuptoj thelbi i përmbajtjes të përshkrimit atje. Kështu që ti fillove punën në fakt në vitin 1971 si mësuese në fshatin Qërav. Jepje mësim në një shkollë 8 vjeçare aty, mirë po mbrëmjeve punoje paralel edhe në një shkollë të mesme bujqësore. Duket që flasim për vitet 70, atëherë kur për hir të vërtetës nuk kemi një numër të madh mësuesish. Pra, mësuesit le të themi deri diku numëroheshin, sidomos në zonat veçanta, edhe me gishtat e dorës. Ishte një punë intensive, një grua e cila punon edhe paradite, edhe mbasdite. Ma përshkruaj pak intensitetin e një dite. Fillimi karrierës time, i karrierës të themi, se s'kemi arritur të fillimi i brishtë, ishte me një interesim shumë të madh, sepse teoria me praktikën ishin katërcipërisht ndryshe. Unë kam qenë një studente, mjaft e mirë, nuk e kam provuar vjeshtën asnjëherë, kjo ishte një sukses për mua, dhe puna ishte që duhet të lidhim teorinë me praktikën, kur filluam të ishim mësimdhënës. Unë kisha fatin shumë të mirë që në Qëravë u takova me një zotëri quaj Mustafa Kadili, gjuhë letërsinë jeptesh nga Buçimasi. Ai e simpatizoi mënyrën interesimin tim, dhe unë kur komunikoja me njëherë i asimilova 4-5 aspekte që më rekomandoi në lidhje me mësimdhënien edhe me mësimnxënien, sepse në qoftë se nuk koordinoj në të dyja pistat, nuk u ke sukses. Është e vërtetë. Unë e kam kapur këtë dhe gjithmonë
nuk e them unë, por realiteti kam qenë një mësimdhënëse e suksesshme dhe mësimdhënësit e mi ma kanë këthyer atë reciproken duke më dhënë përshtypjen që kanë ata për mua. Margarita, cilat ishin vështirësitë e para që hase në komunikimin, ndonjëherë hasën vështirësi edhe me komunitetin e prindërve? Si ishte marrëdhënia jote me komunitetin e prindërve në vitet e para? Një mësuese e re, pa përvojë, përpiqesh të merrje dhe t'jepje me kolegët të cilët kishin një lloj përvoje në arsim? Po, me prindrit e nxënësve unë gjithmonë kam patur marrëdhënie shumë të mira. Ato që mësova nga kolegët e mi më të vjetër ishte që duhet t'i rekomandoja prindrit çdo ditë për dobësitë e fëmijëve të tyre në drejtim me detyrat e shtëpisë me shkrim, në drejtim të studimit në familje, dhe kjo më bëri mua që me prindrit të kisha një dialog shumë familjar, vllazëror dhe motëror, të themi. Unë çdo ditë në çantën time mbaja copa letër dhe komunikoja me shokët e mi dhe shoqet kolegët mësues, duke më rekomanduar se cilin nxënës dhe në cilën lëndë nuk kishte arritur rezultate ditore, unë gjithmonë i raportoja prindrit. Dhe kjo më bëri që me prindrit unë kam patur marrëdhënie shumë të mira dhe gëzoj respektin e tyre. Margarita, punove për sa vite në fshatin Qërau? 3 vite. 3 vite. Pastaj u emërove ku? Në Pogradec, të shkolla të vitit vjetorit çlirimit. Edhe kjo një shkollë nëntëvjeçare? Po. Një shkollë nëntëvjeçare. Atëherë 8 vjeçare. Sa për Qëravën duhet të them edhe diçka, ishte fillimi i punës time, por mund të them që aty filluan vlerësimet e mia. Duke patur një marrëdhënie të tillë, nuk më interesonte se po vinte mbrëmja, unë duhet të shkoja t'i lajmëroja prindrit. Menjëherë simpatia që krijuan njerëzit mua më vendosën të vetë me mësuese nga arsimi në pleniumin e bashkimeve profesionale. Dhe zëri me këtë natyrë, si që kam kaq të urtë, të qetë dhe modeste të them, se më ka pëlqyer modestia gjithmonë, unë zërin e arsimit unë e çoja në bashkimet profesionale dhe kjo ishte një kënaqësi. Atëherë unë nuk e kuptoja, sepse edhe tani nuk e kuptoj kur më caktojnë detyra dhe kur përballem dhe ato më takojnë mua, unë shkoj edhe i marr vetë. S'duhet më luten shumë. Margarita, cilat ishin disa nga problemet që ti çove pikërisht duke patur parasysh pozicionin që të caktua dhe t'u dha në një farë mënyrë një farë mundësia? Cilat ishin pikërisht të problematikat kryesore që ti hasje dhe që kishte edhe guximin ti thoje? Gjithmonë guximin e kam patur. Kjo është. Por ishte kjo, sepse fëmijët ishin të urtë, nuk krijonin probleme në ato vite. Vetëm problemi ishte ky që mësuesit i kërkoi shumë llogari dhe ne na duhej që të bënim punë të diferencuar. Dhe në ato vite kemi bërë edhe punë të diferencuar, mirim nxënës mbas dite, ju bërim konsultime. Këto kanë qenë mënyra që na ndihmonin në rritjen e cilësisë. Por tani ka të tjera mënyra të mësimdhënies, të mësimnxënies. Margarita, teknologjia nuk ishte e mjaftueshme në ato vite. Ndoshta edhe nxënësit kishin etjen për shkak të burimeve që mungonin, të themi dhe i vetmi burim ishte libri për të marrë informacionin, ishin edhe më të etur dhe ndoshta edhe më të përqendruar. Ju e ndihni, besoj, dhe zhvillimin e arsimit, jeni në korrent asaj çka ndodh në ndryshimeve që kanë ndodhur, ndryshime rrënjësore, të themi, në arsim për shumë arsye. Për shumë arsye, sepse mund të them që ana ekonomike edhe në sistemin komunist mund të them që kishte borgjezi me kuptimin që një familje që kishte vetëm një fëmijë dhe të dy prindrit ishin rrogtar, atje mirëqenia ishte një niveli më të lartë. Fjala borgjezi nuk ekzistonte, por me syrin e sotshëm ne analizojmë, mirëqenia ishte një niveli më të lartë dhe kujdesi ishte një niveli më të lartë. Por në familjet e tjera, kur nuk kishin televizor, sepse ekonomikisht nuk mundeshin, familje që nuk mirënin dot një frigorifer, të gjitha ishin me listë, dhe unë mbaj mend që në vitin 1975, atëherë mora televizor se s'më vjen dhe rada që të më jepnin autorizimin.
e Shqipëria atëre ishte një Shqipëri që ne e kuptonim që ishim shumë mirë, na duket që ishim shumë mirë, por kur kaluan vitet ne kuptuam cila ishte e djeshmja dhe e sotmja. Son tani rrjetet sociale janë bukuria më e madhe kur njeriu mëson gjithçka, por dhe në një kohë shumë të shkurtër. Po, por njëkohësisht fatkeqësia është që duhet anët negative të mos përfshihen nga sytë e fëmijëve dhe kjo është që duhet të punojmë që kanalet të japin tema edukative e të vënë shënime që ky film nuk është për të parë nga fëmijët adoleshent ose të mitur. Kujdesin e edukimin e fëmijëve duke krahasuar këto dy epoka është thelbi dhe kjo po na shqetëson sot sepse shikojmë fëmijë shumë të vegjël që bëjnë gabime banale që ju kushton për gjithë jetën. Ju kushton për gjithë jetën, është e vërtet. Ne rikthehemi sërish tek puna jote. Ke marrë vlerësime për mësimdhënie cilësore, për përdorimin e metodave bashkëkohore dhe ke zënë vendin e parë për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve popullore në rrethin e Pogradecit nga Instituti i Gjuhësisë. Ky besoj ishte një pasion që edhe për faktin që ishe vetë mësuese gjuhe të nxiste. Si lindi ju? Sa kohë ju desh që të bënit këtë punë kërkimore? Më duhe ishin disa vite, 3 vitet e fundit ishte intensive, sepse drejtoria e arsimit na i kërkoi me ngulp këtë, jo të gjithë mësuesit e kishin pasion. Unë mbaj mend që unë edhe Elvira Basho, një shoqe e pogradecare gjimnazit dhe bash studente në Shkodër, kujdeseshim shumë. Mirë po, ajo që më ndihmoi mua ishte sepse nëna ime Andonia ishte mbesë nga Voskopoja dhe në familjen e tyre gjithmonë përdonin shumë shprehje popullore. Ndikimi i Shqipërisë me Greqinë, menjëherë fjalët e huaja ne i veçonim, dinim të pastronim, ta filtronim gjuhën shqipe. Dhe mamaja ime mbante infletore dhe unë të shtunave, kur shkoja e gjeja të mbushur sepse vëllai shkruante me mamaja ja dëftonte. Dhe më ndihmuan dhe ata. Kur vajtëm më kujtohet i strefi ka qenë Axhillari, drejtori i arsimit, dhe në atë kohë erdhi një zotëri quheshe Pavlo, mbi emrin nuk ja kujtoj dot. Unë isha aq e lodhur duke klasifikuar fjalët e shprehjet popullore dhe në atë seminar mund të them me sy hapur po dremisja. Margarita, 3-4 herë dhe unë u tremba. Dhe më tha jo, pse u trembe? Ua, i thash unë, ka që lodhur sa po ndjem e relaksuar tani këtu. Dhe atëre mua më dhanë atë vendin e parë për mbledhjen e fjalëve. Shprehjeve e rëndësishmja. Kur u ktheva të shtunën këtu me fëmijët, kisha bërë dhe një pazar të mirë që ta festonim. Dhe i thash mamasë dhe vëllait, mua më vlerësuan. Mamaja tha, një gjë dua, do ta grisim për gjysmë atë vlerësimin tënd, sepse kam punuar edhe unë. Por kjo ishte humori mi i madh. Dhe vërtet më ndihmua. Ka qenë një punë hulumtuese, kërkimore, që besoj ti ja ke ndjerë pastaj vlerën edhe e ke menduar ndonjëherë që ti rikthehesh, pas disa vitesh ti rikthehesh e punëve të tilla, Margarita? Sepse gjithmonë gjuha evolon, ndryshon. Evolon, ndërsa tani duhet të bëhet pastrimi nga ndikimi gjuhëve tuaja, sepse mund të them, jo ngop, po mbytet gjuha shqipe nga ndikimi gjuhëve tuaja. Kjo është dëshira më e madhe që mund të bënim dhe që mund të bëjnë të gjithë mësimdhënësit. Margarit, ju punuat deri në vitin 1993 në arsim. Dhe vendosët të largoheshit në Greqi. Në fakt, një pjesë e mirë e intelektualëve shqiptar pas viteve 90 vendosën të largoheshin. Arsyet mund të kenë qenë nga më të ndryshmet, po si mendove të braktisje profesionin e mësuesit? Kurës do ta braktisja. Dhe aty fillon çelësi i historisë me djalin tim, Sergio Vera, që kam në listën e njerëzve të humbur. Nuk mund ta them kështu, sepse ishte nxënësja ime, do dalim përsëri tek fillimi i pyetjes, i përgjigjes të pyetjes, më raporton sepse është shëndoshë mirë,
është bërë baba dhe kjo gjë mua ma lektëson atë dhimbje që mund të them ka qenë shkatruese. Kjo ka qenë një nga arsyet që ti je larguar që e nga lash Shqipëria. arsimin, nuk e li arsimin, e kisha dashuri. Kur them dashuri, si që ke dashuri për fëmijën, ashtu kisha dashuri për fjalët e shprehjet edhe për nxënësit e mi. Margarita, më thua që sigurisht profesioni një dashuri. Tani, dua edhe një herë këtu t'i rikthem profesionit. Ka pasur momente të vështira, lodhje, knajsie që t'i japin nxënësit. Më thuaj një moment që nuk do t'a harrosh kur në gati 30 vitet themi në arsim? Po. Një moment. Qoftë edhe në një marrëdhënie me një nxënës që shpeshherë veçohen, janë disa fytyra fëmijësh nxënësish që të memorizohen. Të mi e zemëruar ndonjë nxënës s'ka patur shans njerë. Sepse kur ishi janë të zemëruar, unë përpiqesha që ta doja si fëmijën tim. Dhe e veçanta mund të them që mund të ketë patur zemërim, nuk kam të tilla momente, të më jetë zemëruar ndonjë që të jem grindur, shihja ndonjëherë që dikush bënte gabim, ju shkulte pak veshin ose flokët, jo, nuk di të kem vënë një dorë tek fëmijët e huaj, as tek fëmijët e mi, dhunën e kam quajtur një gjë barbare që nuk më plotësonte, por me emociononte, më krijonte frikë, si kur më riknin mua. Dhe unë nuk e kam manifestuar këtë gjë. Ke marrë ti sot informacion nga ish nxënësit e tu, një nxënëse ose një nxënës që kanë ndjekur rrugën e arsimit? Shumë kam. Ka shumë, a? Po, te shkolla ku kam bërë unë misionin në arsim, Majlinda Golemi ka qenë një recituese shumë e mirë, donte letërsinë, është edhe drejtoresha e asaj shkolle. Ndonjëherë tjetër kur të vini mund të shkojmë, sepse ajo më ka ftuar shumë herë, por unë nuk i kam shkuar asnjëherë. Dhe kam edhe shumë të tjerë, dhe në qoftë se mund të hyni te Facebooku im, janë nxënësit e mi, edhe tani ndjekësit e tu më të rregullt. Më të rregullt, por edhe ata që s'kanë qenë aq të rregullt për të mësuar, më thonë këtë që mësuesja jonë është modeli më i mirë sepse nuk na ka diferencuar. Gjithmonë në kohën e lirë na trajtonte të barabartë. Të lumturon kjo? Shumë. Po si ke qenë ti si mësuese, jo vetëm si nën, po dhe si mësuese me fëmijët e tu, se shpeshherë mësuesit janë të rreth me fëmijët e tyre. Vetëm kërkoja llogari. Vetëm kërkoja llogari kjo. Pse këtë i lave dhëmbët, i lave duart, i mbarove detyrat, do me thënë këtë që pastaj vajza ime u mësua mirë me këto kërkesat e mia, dhe vëllajin e vogël e mbante shumë afër dhe kujdesej si ti ishte gjyshka e ti. E kuptoj. Po. Margarit, i rikthehemi sërish largimit tënë në Greqi. Pavarësisht se u largove për një arsye madhore, po. Ti ju riktheve studimeve në Greqi. Po. Megjithëse nën edhe një blog duhet ta mbaj në dorë. Gjithmonë mësuesi duhet të mbaj stilolapsin dhe unë në çantën time pa stilolapsin. E pa mundur. Është instikti, është pjesa e punës tënde. Në momentin kur vendose që të riktheheshe në bankat e shkollës në Greqi, gjuhën nuk e njihje. Pse e more këtë vendim? Cila ishte arsyeja? Po, sepse është ajo ndjenja e dëshirës për të studiuar. Unë edhe tani që jam 73 vjeçe, unë pa stilolapsin dhe pa blokun nuk mund të ri, sepse diçka dua të shkruaj. Dhe dua ta them këtë që mos na kalojë, kam disa shoqe shumë të mira që i lexoj në krijimet e mia, edhe ato duke u nxitur nga natyra ime, duke ju zgjuar emocione, dhe ato japin mendime shumë të mira. Dhe ju them se vetëm mundi të shkruaj. Ju shiko sa fjalë të mira bëni. Mirni një letër, merrni dhe një laps dhe shkruajni këto, sepse letërsia çfarë është? Është diçka e shkruar në letër. Fjala letërsi vjen nga fjala letër. Kur shkruajmë dhe kemi formuar. Po pse këto quhen letërsi? Unë i them për ditë. Shkruaj në letër dhe do mbeten që t'i kenë gjeneratat dhe t'i lexojnë. Në çfarë moshe u ule në bankat e shkollës, kësa herë në një vend të huaj? Atëherë, duke
shfletuar ato dokumentat që kam të Greqisë këtu, unë shoh që viti 99, në 97 neve sa po kishim mësuar pa greqisht, 93-94 arrita unë në Greqi. Pashka, ishte kjo kohë, Pashka, e mbaj mend që më gjeti në Greqi dhe e festova me familjet greke. Në Universitetin Filologjik në Zografos të Athinës, ke marrë një uri të thelluara në gjuhën greke, duhet ta theksoj këtë sepse të gjithë mund të jemi dashamirës, ta pëlqejmë gjuhën tuaj, ta mësojmë, por ti ke studiuar në mënyrë të thelluar këtë gjuhë dhe madje ke dalë një studente e shkëlqyer. Pse vendose të studioje kaq me detaje këtë gjuhë? Janë ndjenja të brendshme. Dikush thoshte, ajtë ulemi tek sheshi të njohim gra, të bisedojmë nga jetisa, fëmijë ke, këto pyetje dhe në rrugë kur mi bëjnë, unë them, si do shpëtoj. Sepse është mirë, një normale është, por një kalimtare, do me thënë, nuk mund të bësh biseda kaq dhe të brishta të thuash. Por mua gjithmonë ka pëlqyer që ti jem nxënëse, dhe tani unë jam një nxënëse shumë e vullnetshme, studente të them, tani se kemi vitet mbi krye. Shiko, jemi në vitet 90 dhe sigurisht që qasja ndaj shqiptarëve nuk është e njëjtë si sot. Po. Si ke ndjer veten ti me studentëve të tjerë grek? Ja, do të ta them, ishte një emocion shumë i madh. Unë mbaj mend që shkova punova disa ditë dhe familjarët nuk më thanë jo, mora 135 euro dhe shkova u regjistrova në Zografos. Mirë po, unë e lexoja vetë, kam fjalorin shqip, greqisht dhe greqisht shqip. Dhe sa po dëgjoja një fjalë, unë me njëherë kërkoja dhe alfabetin unë si mjeshtre e gjuhës shqipe, me njëherë e gjeja. E më thoshin si e gjejta, ashtu nxituar e gjeja. Ndërsa atje unë u vështirësova në provimin me shkrim, me gojë e mora arista dhe me shkrim e mora 5. Pastaj unë qava. Isha shumë e vogël në ndjenja dhe u futa në një shkollë tjetër, në Benaqis 72 në Eksarqia, kemi qenë me një shoqe shumë të mirë nga përgjulletërsi nga Fjeri, dhe ta do shkojmë bashkë, mirë Margarita ti e përgatitur se po im për erë të dytë, shkoj për erë të dytë, kjo ishte një tifozlëk shumë i çmendur, shumë i bukur, në tonjza i çmendur, dhe atje e njoha më mirë Dimitrën, ajo më lavdronte mua, unë e lavdroja atë, por dhe ajo arista e mbaroi, por aty i mora të dyja, edhe drejt shkrimi. Ti ke treguar mua në telefon një episod shumë të bukur. Po. Atë pikçuditjen që e vendose pas firmës dhe ajo i vendosi pikën që ty të veçoni si një studente e shkëlqyer. Ma trego pak atë episodin se shumë i bukur. Po, e Dimitra gjithmonë këta e thotë, ti ja u merr të tjerëve, ti duke shumë modeste, po bukurinë e ke për brenda, më thotë, gjithmonë është një shoqe shumë dashamirëse, sepse... Si të evidentoi ty ajo pedagogja greke? Atje Dhanai na i solli nga Selaniku dhe na bëri diktim. Dhe unë e vura pikçuditjen pas pastirmës tani po ju interpretoj. Unë ngop me kënaqësi. Kjo ishte një e vërtet. Tani, ndjenja e ngarkon, e mbush, e vel pastirmën. Atëre, pikçuditja shkon pas fjalisë që janë qetësuar ndjenjat. Edhe mund të them, flenë, apo atje ku zhurmon. Unë e vura mbas pastirmës që zhurmonte, ngarkuar me ndjenja, vura dhe vizën dhe vazhdova 2-3 fjalë dhe vura pikë në fund. Vetëm unë e kisha bërë kështu. Sakt. Dhe më tha, Margarita do qoj të shkraj në dras. Si shkoja unë si fëmijë, çfarë ndjenjashe, lumë kush i ka këto. Dhe shkrova. Në drasën e zezë, unë gjithmonë kam shkruar shumë bukur të Chelsea këtu të dorës, e kam shumë elastik, shkruaja më bukur se sa në fletore. Jo vetëm që shkruam bukur, më tha mua, por
do ta pim kafen bashkë, ma shpjegosh ta se gjithë grupi thanë nuk e vuri pikçuditje në bazë pastirmës, vetëm ti. Edhe atëre ajo u bindë, gjithmonë diskutonin, por nuk më kanë bëratër, unë lexoja dhe lija net me pajumën që atë që doja ta bëja, unë e bëja. Edhe tani unë nuk flenë, qofse unë dua të bëj diçka, lapsin dhe fletën, që themi të bëhet fletërsi. Nuk ishte vetëm kjo ajo që të veçoj në fakt në Greqi, fakti që ti kishe pasur një përvojë relativisht të gjatë për 3 dekadash në Shqipëri si mësimdhënëse, edhe që vendose ta studioje mirë në mënyrë të thelluar gjuhën greke, por pate një aktivitet shumë të rëndësishëm në Greqi. I e bashkuar me shoqatën e gruas shqiptare në emigracion dhe me statusin e përkthyesit, madje ke filluar punë në gjykatat e Athinës. Madje në krimet e rënda në gjykatën e lartë. Tani më thuaj pak se je ndër gratë e para, se ndoshta sot është më lehtë të evidentohen të tilla gra që japin kontribut në Greqi për komunitetin e shqiptarëve, por ti ke dhënë herët këtë kontribut dhe emra si yti apo i kolegeve, e mikeshave të tua, ne nuk i kemi hasur, nuk i kemi njohur. Shoqata e gruas shqiptare në emigracion, sa kohë kishte që funksiononte, që ishte ngritur? Funksionoi që në orët e para të emigracionit, të emigrimit, por unë me ato zonja të takova e kanë vënë në 2005, unë takua më parë, sepse ne shërbenim, aktivizoheshim, por në rajone të ndryshme. Kur atëre bëri zë emigracioni dhe filluan kanale të flisnim, dhe në shkuam bajmën tek platia Kanjgos, ishte kryeministër Fatos Nano, dhe ne ishim aty të mbrojtur nga populli grek, por shqyr që erdhi një person madhor nga Adheu dhe të shikojmë çfarë do thotë për ne, se ne kemi mbetur... Më në fund një politikan shqiptar që ju shikte dhe ju vizitonte. Po, dhe unë atje mbaj mend që çdo ditë për të ulumtuar, për të takuar djalin tim, unë bëja miqësi me Arvanitas, sepse fillimin nuk e flisja në mënyrë të përsosur gjuhën greke. Gjuha e përditshme ishte shumë e thjeshtë, por gjuha zyrtare ishte shumë akademike. Dhe u takuam të një mëngjesore, Arvanitase nga Korça, ta sjell emrin e Marijes dhe Sarandi Koricidit. Si më morë në telefon para një muaji sepse ju mungoj. Ata qanin për djalin tim dhe vinin për kanale dhe më ndihmonin që ndonjë fjalë që vështirësohesha të më mësonin. Atje takova Tomor Toporen. Ka qenë kameramani dhe gazetari radio televizionit shqiptar para 90-s. Pa, i mund të them është një djalë të them, mos them burr, po djalë, nëne, baba xhan. Në të gjitha kanalet më shoqëronte mua dhe burrin tim që të bëheshe sa më mirë emisioni djalit tim. Nuk di që të them, kam kujtime shumë të mira nga miqtë në Athinë, aty bëhet fjalë që u takuam me zonjat e emigracionit, edhe çdo të rinj, dhe me njerë më morën afër edhe mua, ndërkohë të gjithë kishim punuar, unë kisha punuar që në 93-94, por atje u bë mundësia që u bë më bashkë. Margarita, cilat ishin kryesisht problematikat që hasnin gratë, po edhe shqiptarët në përgjithësi në ato vite në Greqi? Ishte gjuha një. Ishte ana ekonomike, sepse duhet të punonim për të paguar qiran, fëmijët duhet të integroheshin në përshkolla, ishte një kërkesë llogarie ekonomike shumë e lartë që ti përshtateshim nivelit bashkë europian. Por pak nga pak u integruan të gjithë dhe mund të them që jeta jonë në diasporë është një jetë perfekte. Sepse ne me një vullnet shumë të madh ju nënshtruam rregullave të bashkë jetës europiane dhe vullneti ynë bëri dhe korrektesa që ne të integroheshim. Por në atë kohë, përveç shoqatës me gruan që u bashkuam,
se më morën në telefon dhe më thanë, e kemi vënë gabim se ti je 93-shit, se kam ato pagesat e qirave të shtëpisë. Jo, jam me juve, i thash. Por nuk ka gjë, rëndësi ka që ti jesh njeri, të bësh çfarë të shërben ty dhe çfarë do t'i mbetet shoqërisë. Margarita, duke patur parasysh që ti vije me një, të themi, përvojë në arsim. Si konstatove, si ishte situata, themi, dhe përpjekja e familjeve shqiptare për ta ruajtur gjuhën shqipe, për tejmureve të familjeve shqiptare? Ishte një ngërç shumë i madh. Që në ato momente ne, kur takoheshim të shtunave të dilave, ju bënim mësime private fëmijëve. Kryesisht ku i bënit këto mësime? I bënim të zyrat e imigracionit. A kishte kërkesë, a kishte dëshirë që e frekuentoni? Kishte. Dhe ne ato grupe i kemi integruar. Mësova që tani që vajti zoti kryeministër, një grua e kanë vënë kryetaren e lidhjes të mësuesve në Athinë. Deri tani ka qenë një miku dhe kolegu ynë, Jovan Mihili, nga Lushnja, e ka bërë shumë mirë detyrën e prorit të themi, dhe ne quanim drejtori i Këshillit Pedagogjik. Dhe gjithmonë... Sa mund të shkonte numri i mësuesve të cilët, pra i shqiptarëve të cilët jepnin kontribut për të ruajtur gjuhën shqipe? Pra jepnin mësim për fëmijët e shqiptarëve? Po, aty, do më thënë unë isha, te zyra ime ju bëja. Në shtëpi merresha me mbesën time, sepse lindi në Greqi dhe nuk dinte asnjë shkronjë shqip. Fëmijët, dy niprit e mi, nipi nga djali dhe vajza... Ju punoni me familjarët tuaj, po ndërkohë edhe me të tjerët, sepse ata prindrit që nuk kishin djenin lidhje me gjuhën shqipe dhe t'u mësonin fëmijëve, ata nuk mundeshin. Kështu që dilte detyra jonë. Patriot është ai që gjuhën e mbron, gjuhën investon shpirtërisht që të mësohet, sepse gjuha është simboli kombit. Edhe në Kosovë, edhe kudo ku flasim, që duan që të ndryjnë për të marrë truaj të tjerë, vise të tjera, ata e mbrojnë me gjuhën. Margarita, sot është me e thjeshtë, që të themi mësuesit që punojnë në emigracion, konkretisht po flasin për Greqinë, ju është siguruar, le të themi, nga shteti shqiptar edhe një sasi e konsiderueshme libresh që botohen për diasporën. Çfarë ndodhte në ato vite? Këtë do ta them. Robert Goro, te gazeta Tribuna e Athinës, neve gjithmonë shkruanim dhe unë kam bërë 2-3 artikuj për gjuhën shqipe dhe gazetën nuk e gjeta, e kërkoja, por rëndësi ka që unë e kam bërë atë gjë. Të gjithë bënin, por ne që kemi investuar shpirtërisht këtu në atë dhe atje lindi dëshira për të investuar më shumë, sepse na dim se gjuha dheu, shihnim shqiptarë dhe prindër të ri në moshë që ju duke vetja moderne po të flisnin greqisht edhe rrugës, dhe fëmijëve ju flisnin greqisht, ndërsa nusja dhe djali im vetëm shqip, dhe fëmijët e mi flasin edhe shkruajnë shumë bukur, dhe kur vim do t'ua tregoj në shtëpi, unë kam tabelën, kur vin në Bear, unë ju bëj mësim në obor vetë tavolinën, ata shkruajnë dhe unë shkruaj, dhe rregullojnë gabimet drejtshkrimore, shenjat e pikësimit, dhe kjo është një lumturi për mua. Si siguronit mjetët ju atje, libret? Na i dërgonin nga Shqipëria. Komunikonte vetë Tribuna, ne të emigracionin. Në ato vite ambasador kishim zotin Minarolli dhe ai kujdesej shumë, takimet i bënim në ambasadë. Ambasadën e kishim si shtëpinë tonë dhe shtëpia joni ishte. Kishim një komunikim shumë të mirë. Pra mund të siguronit sasi librash nga Shqipëria, që i sillnin në kas për ju. Po ndërkohë ti pate mundësi, për sa kohë arritet të jepje mësim për fëmijët e shqiptarëve atë? Unë vazhdoja të jepja kur kisha filluar unë për kthjese në gjykatë, domethënë pas vitit 2000. Kur lindi mbesa ime në 2005, unë kisha filluar. Dhe takimet i bënim... Punoj paralelisht edhe me fëmijët, nuk e ndërpreve mësimdhënien. Po, duhet të shkonim takimet dhe mbledhje, sepse po ti shikosh tani dokumentat e mia, atje kjo mbrojtja i gjuhës greke ishte një diamant,
për atje për ne të emigracionit që e udhishnim emigracionin dhe pas një ambicie dhe zili kur shikonin që një nga kolegët e tyre ishte integruar, ne e shikonin me shumë dashuri dhe e përgëzonim. Kur e gjeta mbrëmë dhe shqyqyri ka mbajtur, mua emigracioni, kur më gjeti në gjykatat e Atinës, me njerë më ftoi që unë të isha e zgjedhur në kryesin e emigracionit. Por të gjitha këto investime shpirtërore që bëra unë atje, nuk i bëja për ndonjë shpërblim, nuk kishte paga. Do më thënë, ishte shpirti, dhetaria, ishte vullneti për t'ja rritur prestigjin shqiptarve në diasporë, por me rëndësishmja që ne ishin të pa barabartë në një kryeqytet europian, në një shtet europian, sepse ne ishim pa dokumenta. Dhe kërkesa jonë në për institucione për të njohur ligjërisht me dokumenta ishte prioriteti. Kjo ishte një nga arsyet që ti ke themeluar shoqatën Misi dhe Bashkëpunim me Europën? Po. Kjo është një Kjo arsyet. është, dhe kjo mua më dha një, mund të them, një personalitet akoma më të lartë, sepse jo vetëm që unë kisha filluar të punoja në gjykatat e Atinës, më vjen mirë se shokët e mirë do t'i dëgjojnë këto, dhe unë ja u publikoj edhe emrat. Puna ishte atëherë ne kishim një lidhje shumë të mirë, të thash që gëzoheshim kush kishte aftësi intelektuale më lartë. Kur një që nuk më njihte mua, kur punova, kisha punuar dhe shkoni me kryetarin e unë isha me Misi Bashkëpunim me Europën, ndërsa kryetar kishim një zotëri nga Dibra, a ishte shumë i egër për të kërkuar të drejtat e shqiptarve. Dhe gjithmonë u bë bashkë me mua se mua më kishte atë mbështetësen kryesore, sepse nuk fliste dot greqisht ai dhe ato që donte t'i shprehte me egërsinë e tij për të gjetur të drejtat e emigrantëve, përsërit edhe njerë. E përsërita kryetar, edhe njerë. Por kur shkuam te avokati popullit, ata ishin Arvanitas. Dhe e mori gazetën Tribuna, si asil do të emrin ati, dhe ai gjithmonë shikonte jo me zili, sepse ai ishte grek vetë, i lindur atje, por si janë integruar dhe mënyra ime që i thosha kryetarit e thashë. Thuaja prap, 500 fëmijë janë zhdukur, si do t'i gjejmë në avokati popullit. Kemi punuar shumë mirë. Pasur episode shumë të bukura, po edhe një punë e lodhshme. Një punë e lodhshme. Ke punuar si përkthyese edhe në një institucion të rëndësishëm në gjykatën e lartë në krimet e rënda. Sepse gjithmonë, kur vajta unë gjeta Vangjel Pezhanin, një mik shumë i dashur që më ndihmonte për të përkthyer kur nuk dija greqisht për të gjetur djalin tim. Kam gjetur Niko Gogonin, kam gjetur Theodor Dzuçin, kam gjetur një Evangelia Boduri, e ç'të të them, por gjithë avokatët grekë, kur vajta unë, grekër ishin 5.000 që qarkullonin, kuriozitetit të njihnin për këtyesen e re që ka ardhur. Por çfarë dashurie na kanë dhënë, por çfarë respekti, nuk e di, do me thënë ata për mikpritje, për të dhënë dashuri shpirtërore janë një komb shumë i veçantë. Margarita, ndoshta situata të kësaj natyre dhe puna që ke bërë me komunitetin e shqiptarëve aty, edhe për t'ju ardhur në ndihmë në gjitha aspektet, jo vetëm për të fituar të drejtat e tyre si shtetas, por nga ana tjetër edhe për ndihmuar fëmijët e emigrantëve shqiptar, për të ruajtur gjallë gjuhën shqipe, ndoshta ka qenë një nga arsyet që ju ka përfshirë me ose pa dashje edhe në politikë. Se mendoja kur që mund të janë në politikë, kur isha një mësuese shumë e zënshme në mes të qytetit, edhe më thoshin, të gjitha u bën komuniste vetëm ti s'u bëre. Unë se ndjeja, unë komuniste jam, ju thosha, të punosh kaq mirë, je komuniste. Mirë po, kur atje, të tëra kaluan në dorën time, sepse në dorën time kishte edhe të tjerë, po i plotësoja kushtet. Aq vite për këtyse në gjykatat e Atinës, pa një vërejtje, sepse do ndalem ta them këtë gjë, do të më mbetet merak,
Kur unë përktheva, kam gjetur atje Kiço Mustaqin, ishte i forcave të armatosura këtu, ministër. Ai atëre kishte një divergjencë kështu dhe me Mustaqi, me Kokore, edhe më përgëzoi mua. Kush ke ti më nje mua, tha, po ta them emrin, jam Kiço Mustaqi. Kujdes, tha, se ti je shumë e sinqert, po je më e mira, por do të ta hedhin, më tha. Dhe ai pas ka vdekur që ta kërkoja dhe ti them që ma dhe mesazhin dhe kur unë arrita të kisha të gjitha këto, hyja në polici, ma pishe porta, shkoja në Ministrinë e Brendshme për të raportuar në lidhje me dokumentat për bazat e ligjeve që kishim fituar dhe për t'i pajisur emigrantët me dokumenta pishe porta. Të gjithë miqtë e mi atje ishin kaq të mirë sa nuk i haroj, por unë ju duhesha sepse duhet të përkëtheja atje kur shkonim në ministritë. Dhe kam fotografi shumë të mira të Instituti Emigracionit, Aleksandr Zavos, kur shkonim ne aq të bashkuar njëri me tjetrin, edhe mua më mbamjen një motër kaq të përkëdhelur, të them, në mes të tërë atyre burrave, ndjesha shumë bukur. Në vitin 2007 ke themeluar degën e Partisë për Emigracionin Shqiptar, duke u bërë në këtë mënyrë e para grua nga diaspora në politikë. Po. Madje kandidatja numër 1 për qarkun e Korçës për disa vite me radhë, në vitin 2009, 2013. Dhe mbajmend me zotin Pandeli Majko kemi qenë ballë për ballë dhe më tha më vjen shumë mirë dhe ti vajzë e dipit kulturës je, por më përgëzuan jashtë mase dhe më stimuluan shpirtërisht sepse nuk e dija si ishte politika dhe a do ta bëja dot. Në fakt si ishte politika në Shqipëri? Politika në Shqipëri mua më pritën me një entuziazëm shumë të madh. Dua të them vetëm këtë. Atë degën e kam formuar në Athinë me kontributin tim, unë, djali im, nusja ime dhe vajza e vogël Mbesa. Dhe shkuam larg Athinës me një person që e kishin dërguar nga Tirana. Dhe atje shkuam, themeluam degën e parë. Gjete përkrahje nga shqiptarët? Shumë. Sa mund ke qenë numri shqiptarëve që u bashkua kësaj dege? Por ky zoti Jovan Mihilli duhet të dim shumë se kur shkuam në një takim, unë shkoja punoja në gjykatë dhe nuk rija çdo ditë në zyre, por kisha dhe nënën dhe vllajin këtej dhe nganjëherë shkëputesha. Dhe kur u bë një takim, ai vinte nga klasa punëtore dhe nuk mund të bënte do takime publike dhe të krijonte një ambient që të bëheshe i pëlqyeshëm, kishte shumë emocion. I mungonte ajo rrjedhshmëria dhe zgjedhja e fjalëve. Më thot Margarita, aty të kam, shko mere atë mikrofonin dhe di ai Jovan Mihilli si ishte mbushur salla plot, sepse të gjesh një sallë plot në një kryeqytet europian që duhet të udhëtosh me kilometra me makinë që të takohesh me njerëz, është një vullnet shqiptar ai që e bëri. Shqiptarët e duan integrimin dhe në fillim fare kërkonin jetën më të mirë, ndërsa tani e duan Shqipërinë sepse ne kemi dy atë dhe. Kur jemi ande, meraku ri këte. Kur jemi këte, meraku ande. Jemi të binjakëzuar me dy atë dhe. Margarita, para pak vitesh ti je rikthyer në vendlindje. Po. Ke vendosur të rikthehesh në shtëpinë tënde në Tushemisht, por ti ke një pasion tjetër dhe sigurisht duke qenë në profesionin tënd të kahershëm si mësuese gjuhë dhe letërsie, dhe siç e the dhe vetë nuk ri dot pa shkruar. Kështu që ke mundur të sjellësh një vëllim poetik, flati poetik. Kështu titullohet? Jo, kam investuar poezi unë atje dhe jam vlerësuar shumë herë, që është grupi ku poezisht të cilat ti ke prezantuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Angli, dhe ke marrë vlerësime. Po. Ja i shpjegoj dhe vetë më mirë. Ndërkohë ke qenë pjesë me poezitë tua edhe në konkursin e gjatë poetik në Indi. Në Indi. Edhe aty ke tërhequr vëmendjen e publikut. Më ka sjellë shumë kënaqësi. Ti thjesht i publikon poezitë tua, por ende nuk ke një vëllim në dorë poetik. Unë gjithmonë shkruaj, pjesë në fillim i transferoja në Facebook,
por më informuar jo, sepse dikush merr titullin, dikush merr një metaforë, një vark, një gjë, dhe unë i shihja dhe sa po bëra poezinë Bija e Penës, me njëherë Biri Penës. Kur e vura për vllajin, se ka qenë në Biri Kalorimit, Kalin e kishte model dhe mbillte një parcelë me tërsherë që ti ishte me muskuj më të fortë se sa kuajt e tjera. Me njerë ma morët, edhe tani i mbaj të fshehta. Transferoj ndonjë, publikoj, por pjesën tjetër e mbaj të fshehta, të fshehta të tjera që të mbeten për t'ja transferuar librit që do sjellë së shpejti. Pra, mendoj që të gjithë këto poezi ti përmbledhesh në një vëllim poetik. Kam dy. Ke dy vëllime poetike që i ke gati. Dhe të flasim me ato grupet poetike, Fladi Poetik është një grup shumë serioz, ne nuk e dim se ka atje në komision dhe në administratë, por ata bëjnë vlerësime shumë të denja, të thuash. Më kanë dhënë vlerësimin, diplomë 2 herë, diploma e nderit, ekselente, si që japi, nuk e di se kanë atje dhe... Por... Ti vazhdon të shkruash? Kryesisht jem në gjininë e poezisë? Jam në gjininë e poezisë dhe dua shumë. Do ndalem në Përse të ndihmon ty poezia? Pse më ndihmon? Unë mund të them që këtë unë e kam patur në shpirt dhe në orën e mësimit nxënësve të mi, gjithmonë kur analizoja një poezi të Dritë Roagollit, apo të dikujt tjetër, më kuptoj Gjergjishej, ka qenë një poet që bënte poezinë nëse e kujton, dhe unë gjithmonë pasi e analizoja, e komentonin poezinë, unë gjithmonë 2 vargje të mia do i shtoja, që nxënësit i dëgjonin, dhe këtë mi thonë, mësuese, po këto i the ti tani, jo, nuk i ka thënë poeti, këto i ka thënë mësuesja. Dhe unë gjithmonë kam shkruar, por tani që jam me lirë, unë kam shumë mundësi, po ta shikosh Facebookun tim, në orët e mëngjesit bashkë me kafen, unë nuk dua njerëz që të bëj zhurma, pa kuptim, por dua të shkruaj diçka. Do të shkruash. Ndalemi në Lindin. Dua të falenderoj Kozita Zavallanin, është një zonjë shumë e talentuar dhe arsimuar nga djepi ynë i kulturës Korça, po ashtu edhe Raimonda Moisiun, sepse këto zonja të nderuara kur hyra unë në një maraton, në një konkurs, pëlqyen poezinë time Bilbili, që është një poezi shumë e ndjeshme për mua, por edhe për lexuesit ka qenë, sepse janë shumë fansa që kanë komentuar dhe kanë pëlqyer, sepse emblema jonë e emigracionit është dallëndyshet, shkojnë dhe vinë. Dhe unë kur kandidova këtu, jam te Kymer Kurti, kam qenë e mirë pëlqyer te Partia për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve, kemi në Tiranë zotin Kurti. Dhe dua të them që emblema jonë kishte dallëndyshet dhe poezia Bilbili erdhi tamam si që kishte titullin dhe antologjia. Shkalojmë edhe një nditja, bëjnë nderin edhe ambasador doktorit Goel Samier. Ne nuk e njohim, për atë e njohu gjithë bota. India kishte radhën ndërkombëtare për të udhëhequr poezinë. Dhe na hym në një konkurs shumë të gjatë. Ata na bënin si në formë eseje, na himnin temën e krijimit dhe ne paraqiteshim me poezi. Atje nuk harrohen poetja ekselente ditës, ekselente spushoni. Fjala ekselente më duket shumë e zakonshme. Dhe në fund fare, e ndjeva veten shumë të vlerësuar nga India. Dhe ajo me bukurash, kostumi me poezi më erdhi nga India. Dhe them që dhe... Cila ishte tema me bukur që ke nga India? Ishte një emocion, sepse e vlerësonin, ndërsa ne në Shqipëri përpiqemi që të gjejmë fjalë shumë, jo ekstravagante, me kuptimin një fjalë shumë të rëndë, që nga zbërthimi, në qoftë se populli e sheh atë fjalë, ai nuk di t'ia gjejë anën, edhe unë që jam intelektuale, të them, ta zbërtej kështu apo kështu, mos ja bëj komentin, gabim, mos ul veten, ndërsa
letërsia botërore kërkon ndjenjën, shkrije shpirtin dhe fol. S'është nevoja të flasësh fjalë shumë të mëdha. Kur themi shkrije shpirtin, metafora është brenda. Dhe atje India ne na bëri shumë vlerësime dhe na mësoi që të shkruajmë dhe gjatë të shkruajmë, por t'i themi ndjenjat pa i rezervuar të mos lëm të tjera pa thënë, të shprehemi hapur. Margarita, a i ndjekë zhvillimet e fundit në diasporën shqiptare, në kryesisht në Greqi? Nuk e di nëse i ndjekë zhvillimet e themi ndihmën që shteti shqiptar vazhdon t'i japë mësueseve, të cilat disa për tyre edhe në mënyrë vullnetare japin mësim, pa pagesë për fëmijët e shqiptarëve. Shumica pa pagesë. Ndërkohë që tani kemi të tjera, themi zhvillimet fundit politike, për t'ju ardhur në ndihmë familjeve shqiptare dhe sidomos fëmijëve, por sigurisht edhe këtyre mësuesve që duhen vlerësuar jo vetëm moralisht, por edhe financiarisht. Si e vlerëson këtë vendim fundit qeverisë shqiptare? Vlerësimi është detyrim, sepse kur themi kapitalizëm, kapitali, kur investon, duhet që të plotësohesh, që të bësh një jetesë për të plotësuar ato energji që investon. Ne kemi punuar pas një lloj vlerësimi, sepse na ka udhëhequr adetaria, kombi, gjuha, që themi ato që thamë, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Margarit, ne e filluam këtë bisedë si për të treguar pasionin, po mbi gjitha profesionin, pasioni që u kthye në një profesion për 3 dekadash si mësuese, për vazhduar me jetën tënde në Greqi, edhe në fushën e politikës, tani edhe si poete. Tani, meqense jemi shumë afër edhe në 8 marsin, le ta mbyllim me një poezi për gruan, se ti je një grua që vazhdon ende të shkruash vargje të bukura dhe të përcjellësh emocione për gjithë ata ndjekësit e tu në rrjetet sociale. Patjetër. Sepse unë kam një poezi shumë të preferuar që ja dedikoj nënës time dhe kam shkruar ashtu siç di të shkruaj shpirti. Siç mund të shkruash para se të investojmë atë. Dua shoqeve të mia të diasporës. Kur më bënë vlerës shumë i rëndësishëm. Po, këtë e haruam, tash ti më kujtua. Po, Margarita, ti mban në xhaketën tënde një vlerësim, një blet, sepse në fakt një çmim që të është dhënë pikërisht duke u personifikuar me një blet. Me një blet. Pse? Ka qenë një takim shumë surprizues, më erdhi një zonjë nga Greqia, këtu në Pogradec dhe më kërkonte mua. Dhe unë u përpoqja që ta takoja atë ditë, moti ishte çmendur dhe binte një shi i marë, kembët më lageshin, ajo lageshe, përpiqeshim të dyja dhe më në fund u takuam te një maji. Dhe ajo ishte një grua shumë zemërmadhe dhe quhet Vilma Baruti Dimitri. Dhe kur të vinë Pogradec do takohemi mirë këtë radhë. Ajo më solli mua një vlerësim si gruaja aktiviste, bashkë me shoqet, me Dimitrën e të tjerat. Ajo s'dinte ç'të thoshte për mua, fjalë të mira dhe më tha, si erdhe këtu, si më gjete mua? E po historia i mban heronjë, të tha ne shpletuam dhe të gjetëm. Sa bukur. Dhe në fund fare më tha që ju jeni një zonjë shumë e veçantë dhe është nder për mua që jemi afër, ju keni hedhur bazat e ligjeve për të drejtat e emigrantëve, ju tani keni ardhur këtu, por ata i gëzojnë atje. Dhe hapi kutinë dhe ma vuri këtë bletën. Si bleta keni punuar, më tha. Unë tash ti, më tha tërë këto fjalë të bukura. I thashon dhe unë do të them diçka. Më thuaj tha, po bleta është një insekt, i thashun shumë i dashur, lumë kush ka bleti, i thashun që të hajë mjaltë. Por i thashun bleta nuk e konsumon për veten e saj, ajo prodhon dhe ja u shpërndan të tjerëve që ta shijojmë. Këtë kam bërë dhe unë, i thash. Thesari, fosh një kur unë fola, fjallën e në belbëzova. Gjerë më sot, fjallën e në mbaj mbi krye. Në qiell kam paruje, të maknitshme në henë. Mbi këto unë kam vend të bukurën time nënë. Irash botës anë mbanë, erdha në vendin tim. Më mbeti fjala nënë, refreni pa pushim. Nënë, manifestoj ende sot e përsërit. Nënë, të dua shumë. Të dua në festa, në gëzime, të dua kur jam e sëmurë, të marirën e kulacit të pjekur, të ha byrekun i skëruar. Të mundja, ti sillnja dhe ti ullja në gjunjë vitet,
të silnja këtu te kuna, të kisha pranë, ti isha e pandarë. E pandar jam, që Liza prej teje kam, i mbaj fort ndërdeje, kur dua me ty të flas, takohemi në oazin tonë. Princesha nën, qëndron mbi yje, qëndron mbi hënë, e dashura nën. Ndjeja me lartë të krijesa me çmuar. Dritë po më vjen nga lartë. Po i ngre sytë të shoh, je diamant. Është një dhuratë shumë e bukur që ju ke bërë të gjitha nënave dhe grave. Po, edhe vajzat e tjera këtë ndjejmë. Unë i uroj të gjitha kolegët e mia mësuese, kolegët e mi, nuk themi më mësuese, ne kemi qenë misionarë, sepse nuk jemi zdruktarë që themi është profesioni im, misioni është një pjesë shumë e hapur. Shiko, misioni çfarë më ka bërë, më ka rritur shumë dhe unë hyra në shumë pista dhe tani u bëra bia e penës, mbeta tamam bia e penës këtu, por do t'i uroj nga zemra që atë mision t'a bëjnë shumë të hapur, me shumë përzemërsi, sepse unë ndjem shumë kryelartë që gjeneratat që kanë kaluar në përdorën time janë drejtues të shtetit. Në qytetin tim përgëzoj kryetarin e bashkisë Ilir Gjakollin, unë e kam patur nxënës dhe ai më vjen mua gjithmonë me urtësi, ndajt nga të tjerët më takon dhe më përqafon, kjo më mjafton. Unë të falenderoj shumë për gjithë mesazhet që përsolle, për këtë rrëfim shumë interesant edhe për herë të parë për publikun. Më vjen mirë që përballë pata një grua të fortë, një grua e cila ka dhënë gjithçka për brezat e rinj, ka dhënë gjithçka për emigrantët shqiptar, kontributin prej shumë vitesh aty. Dhe unë të uroj jo vetëm një 7 mars, por edhe një 8 mars të gëzuar. Faleminderit. Një nënë mbushur plot. Unë në urimet e mia gjithmonë gëzuar festat tona binjake them te kolegët mësuese, sepse 8 marsi është bërë binjak me 7. Faleminderit, Margarit. Mirë pak nga të gjitha ka përfunduar sot këtë puntat në Tushemisht me një intervistë ekskluzive me zonjën Margarita Mitllari, duke uruar të gjithë mësuesit dhe mësueset gëzuar festën, të gjitha nënat, zonjat të gëzojnë ditë të bukura me familjet e tyre. Ju përshëndesim nga ekrani i Radio Televizionit Publik të Korçës.